Në mbar botën, miliona njerëz nuk janë në gjendje të kenë numrin e dëshiruar të fëmijëve, pavarësisht nëse duan më shumë, më pak ose as pak. Prej disa kohësh, rënja e fertilitetit ka qenë në titujt kryesor dhe shumë shpesh fajsojnë gratë për këto ndryshime demografike. Disa qeveri po marrin masa drastike për të inkurajuar të rinjt që të marrin vendime riprodhuese në përputhje me qëllimet kombëtare. Megjithatë, kriza e vërtetë e lindshmërisë qëndron në sfidën ndaj zgjedhjes më themelore riprodhuese që një qenie njerëzore mund të bëjë, pra të vendosë nëse, kur dhe me kë dëshiron të ketë një fëmijë. UNFPA-ja në bashkëpunim me YouGov anketoi njerëz në 14 shtete: Indi, Brazil, Marok, Afrika e Jugut, Indonezi, Meksik, Nigeri, Itali, Tajland, Hungari, Shtetet e Bashkuara, Suedi, Republika e Korezë dhe Gjermani, për të zbuluar nëse njerëzit kishin familjen që dëshironin. Sondazhi ynë, thon autorët, zbuloi se një pjesë alarmante e të rriturve nuk janë në gjendje të realizojnë qëllimet e tyre në këtë fushë. Gati 20% e të rriturve në moshë riprodhuese besojnë se nuk do të jenë në gjendje të kenë numrin e fëmijëve që duan. Rreth 1 në 3 kanë përjetuar një shtatzani të paqëllimshme. 39% thonë se kufizimet financiare kanë penguar ose ka të ngjarë të pengojnë aftësinë e tyre për të rritur madhësinë ideale të familjes. Rreth 1 në 5 shpjegon se frika nga e ardhmja, ndryshimet klimatike, degradimi i mjedisit, luftrat, pandemitë e tjerë, do ta shtynë atë të kishte më pak fëmijë se sa do të kishte dashur. Rreth 1 në 4 persona nuk ishin në gjendje të plotësonin dëshirën e tyre për të pasur një fëmijë atëherë kur donin ata. Një numër jashtëzakonshëm të rinj janë thellësisht të shqetësuar për të ardhmen. Ajo u duket e pasigurt. Shumë të tjerë parashikojnë një përkeqësim të kushteve të jetesës në krahasim me ato të prindërve të tyre, veçanërisht për shkak të sfidave që lidhen me ndryshimet klimatike, paqëndrueshmërinë ekonomike dhe shfaqjen e konflikteve globale. Këto shqetësime do të ndikojnë në mënyrë të pashmangshme në vendimet e tyre për planifikimin familjar. Do të doja të kisha fëmijë, por në ditët e sotme po bëhet gjithnjë më e komplikuar. Në qytetin tim është pothuajse e pamundur të blesh ose të marrësh me qira një shtëpi me një çmim të përballueshëm. Ndaj nuk dua të lind një fëmijë nëse kjo do të bëjë që foshnja ime të rritet në vuajtje në një kontekst lufte dhe përkeqësimi të kushteve të jetës globale, shkruan një vajzë meksikane. Zgjidhjet që nuk e bëjnë përparësi lindshmërinë kanë provuar her pas here se janë jo efektive. Qëllimi ynë nuk do të jetë të manipulojmë normat e fertilitetit, por të japim informacionin dhe mjetet për të vendosur lirisht dhe me përgjegjësi sa fëmijë duan, si dhe kur dhe sa larg duhet të shkojnë. Kujdesi shëndetësor cilësor. Në një shoqëri të shëndetshme, nënat dhe fëmijët duhet të kenë akses në kujdesin shëndetësor të përballueshëm, të aksesueshëm dhe cilësor. Ndarja e detyrave midis partnerëve. Çdo individ duhet të jetë në gjendje të mbështetet në dashamirësinë e një partneri të gatshëm dhe të sigurojë një shpërndarje të barabartë të përgjegjësive prindërore. Një tjetër anë është edhe siguria financiare. Sa i takon planifikimit të së ardhmes, është thelbësore të krijojmë sigurinë në plan ekonomik dhe të kemi po ashtu mundësinë për një banesë të bollshme për veten dhe familjen. Një tjetër çështje, solidariteti mes brezave. Kur popullsia do të arrijë të ketë besim te udhëheqësit e saj politik për të favorizuar investime që do të shtrihen përtej mandatit të tyre elektoral, ata do të mendojnë që të kenë një fëmijë në mënyrë më të qetë. Ndërtimi një bote që është e pavojshme për projektet familjare. Shumë njerëz do të zgjidhin të kishin fëmijë nëse do të ishin të sigurt se mund t'i rrisin ata në një mjedis të shëndetshëm, në një ekonomi të qëndrueshme dhe në një vend të sigurt për të jetuar. Në përfundim, Agjencia për Riprodhimin e OKB-s mendon se zgjidhja e vërtetë për krizën është ndërtimi një bote më të barabartë, më të qëndrueshme dhe me mirëqenie që i ndihmon njerëzit të ndërtojnë familjet që duan. Një botë që ne do t'ja trashëgojmë brezit të ardhshëm me shumë krenari, përfundon në raporti. Ky ishte komenti im. Mendimet e dhëna këtu nuk janë edhe opinionet e RTS-s. Dhe tani me të ftuarin e parë, profesor Xhevat Lloshi.